Miq të nderuar, ju përshëndes, shpresoj që jeni mirë të gjithë. Do të marr sot pak kohë që t'i përgjigjem një postimi ignorant. E kam fjalën për këtë postimin këtu. Ky postim është bërë nga një person me emrin Baci. Unë nuk e di se kush është, por dikush tjetër ma dërgoi këtë postim edhe tha që më bëri të qeshi edhe dëshiroj që t'i përgjigjem nëse mundem. Edhe ky person vërtet ka të drejtë kur thotë që më bëri të qeshi, sepse ky postim është për të qeshur edhe tregon një ignorancë shumë të madhe shumë të madhe nga ky person që e ka bërë këtë postim. Ja çka postimi thot një pyetje krishterëve: nëse e abortonte Maria fëmijën e saj, a do kishit Zot ju sot? Edhe kë do a adhuroni si Zot? Pastaj e ka në meme këtu, e ka Marien duke thënë çfarë? Unë jam shtatzën me fëmijën e Zotit. Nëse e abortoja foshnjën në bark, sigurisht që të krishterët nuk do ta kishin Zotin. Së pari, kushdo që e ka bërë këtë postim, si thash, tregon një ignorancë shumë të madhe biblike, një ignorancë shumë të madhe lidhur me atë se çka të krishterët besojnë. Arsyeja sepse ky person e ka bërë këtë postim është sepse ky person supozon se Jezusi filloi të ekzistoj në momentin që ai u ngjez në barkun e Marijës. Kjo është supozimi i tij. Por kjo nuk është as pak e vërtetë. Kjo nuk është çka ne krishterët besojmë, kjo nuk është çka Bibla na mëson. Bibla na thot neve shumë qartë se Jezusi ka ekzistuar nga përjetësia në frymë. Ai thjesht erdhi në këtë tokë si njeri përmes Marias para 2000 viteve, mirë po Jezusi, Biblia na bën shumë të qartë se Jezusi ka ekzistuar në frymë në qiell përgjithmonë. Jezusi nuk ka fillim dhe ai nuk ka mbarim. Për shembull, vetë Jezusi e pohon një gjë të tillë. Tek Gjoni 8:58, Gjoni kapitulli 8 vargu 58, Jezus aty na thuhet, Jezusi u tha atyre: në të vërtetë unë po ju them, para se të kishte lindur Abrahami, unë jam. Do të këtu Jezusi pohon se ai ekzistonte para se Abrahami të kishte lindur. Tek Gjoni 17:5, Jezusi është duke u lutur, të shiqoni çka thot. Tani pra, është duke i lutur Atit, thot: më përlavdo o At pran teje, me lavdin që unë kesha pran teje para se bota të bëhej. Para se të bëhej bota. Do të në këtë rast shohim që Jezusi pohon se ai ekzistonte me Atin para se bota të fillonte. Vetë Jezusi na thot se ai ekzistonte dhe kishte lavdi me Atin para se të vinte në këtë tokë si njeri. Gjithashtu, jo vetëm Jezusi vet, por gjithashtu disa nga profetët në Dhjetën e Vjetër na flasin për Jezusin, për ekzistencën e Jezusit, për ekzistencën e birit para se ai të vinte në këtë tokë si njeri. Qindra apo mijëra vite para se Jezusi të vinte në tokë, këta profetë pohojnë një gjë të tillë. Për shembull, Davidi tek Psalmi 2 vargjet 11 dhe 12, shiqoni çka thotë: shërbeni me frikë Zotin dhe gëzohuni me drithma, nënshtrojeni birit që të mos zemrohet dhe të mos vdesni në rrugë, sepse zemrimi i tij mund të ndizet në një çast, lum ata që gjejnë strehë tek ai. Do të vetë Davidi na thotë që të shërbejmë Zotit dhe të nënshtrohemi birit, sepse ai mund zemrohet, edhe janë të lum ata që gjejnë strehë tek biri. Solomoni tek Fjalët e Urta, kapitulli 30 vargu 4, thot: kush u ngjet në qiell dhe zbriti prej tij? Kush e ka mbledhur erën në duart e tij? Kush i ka mbyllur ujërat në rrobën e tij? Kush i ka vendosur të gjithë kufit e tokës? Cili është emri i tij dhe emri i të birit? Do të Solomoni kur na flet për Zotin që ka krijuar gjithçka, thot kush është ky dhe kush është emri i birit të tij. Profeti Daniel në vizionin e tij qiellor që ai e pa, na thot Danieli 7
13-14 thot, unë shikova disa vegime natë dhe jam mbi rret e qiellit, po vinte dikush që i gjatë një biri të njeriut, ai arriti deri te i lashti i ditëve, do të kemi këtu birin edhe atin, dhe i ofrua atij i u dha sundimi, lavdia dhe mbretëria me qëllim që gjithë popujt, komët dhe gjuhët të shërbenin. Sundimi i tij është një sundim i përjetshëm që nuk do të kalojë dhe mbretëria e tij është një mbretëri që nuk do të shkatërrohet kur. Do këtu Danieli thotë që ai e sheh një vizion, e sheh qiellin, e sheh të lashtin ditëve që është Ati, e sheh birin që i afrohet Atit edhe birit ju dha pushtet që çdo këmbë të nënshtrohet atij dhe çdo gjuhë të adhurojë atë. Pra, gjitha këto pasazhe dhe ka edhe shumë të tjera, por gjitha këto pasazhe na flasin për ekzistencën e Jezusit në frym para se ai të vinte në këtë tokë si njeri. Pra, nëse flasim në mënyrë hipotetike, nëse Maria do ta kishte abortuar beben, kjo thjesht do thoshte që ne nuk do ta kishim Zotin në mish si njeri, në formë njeriu. Por abortimi i bebës nga Maria nuk do të na lënte neve pa Zot, sepse Jezusi ka ekzistonte në frym para se ai të ngjizej në barkun e Marias dhe të vinte në këtë tokë në formë njeriu. Kështu që abortimi thjesht do ta shkatërronte trupin fizik, por nuk do ta largonte, nuk do ta shkatërronte ekzistencën e Jezusit, sepse ai ka ekzistuar para se të vinte në këtë tokë si njeri. Kjo është arsyeja parë. E dyta, gjëja e dytë që dua të them është se duket ky person që ka bërë këtë video nuk e din çka abortimi bën në fakt, apo çka abortimi është. Dhe nëse ky person është musliman, ky kundërshton edhe atë se çka Islami na mëson lidhur me abortimin e bebave. Siç duket, ky person beson se kur një bebe abortohet, ajo bebe ndalon se ekzistuari. Por kjo nuk është e vërtetë. Është Zoti që e krijon këtë bebë dhe Zoti ja jep shpirtin kësaj bebe. Dhe krejt çka abortimi bën është e shkatërron trupin fizik të bebes, jo shpirtin. Ato beba që abortohen, ne si të krishterë besojmë se shpirtrat e tyre shkojnë drejt në prezencën e Perëndis, në parajs, ku do të ekzistojnë për gjithmonë. Edhe me sa di unë, edhe Islami e beson të njëjtën gjë, sepse sipas Islamit çdo bebe kur ngjizet si musliman apo muslimane. Kështu që i nderuar, mendo pak, abortimi i një bebe nuk do të thotë se shkatërron ekzistencën e asaj bebe, thjesht e shkatërron trupin fizik të asaj bebe, po jo shpirtin. Askush abortimi nuk ja shkatërron shpirtin bebave. Kështu që mbaje mend këtë, i nderuar, para se të bësh postimet e tilla. Beba do të vazhdoj, si kur një beba abortohet, edhe pse trupi shkatërrohet, trupi fizik shkatërrohet, shpirti i saj, esenca e asaj bebe, esenca kryesore e asaj bebe do të vazhdojë të ekzistojë përgjithmonë. Dhe ne të krishterët besojmë se është në prezencën e Perëndis. Por kjo është përgjigjja ndaj këtij postimi, siç thash, ignorant, por është mirë që këto postime bëhen që na japin mundësi që të përgjigjemi me të vërtetën. Faleminderit edhe një herë, edhe Zoti ju bekoft. Kalofshi një ditë mirë.